Zëvendës kryeministri Albana Koçi u bodi të ditur sot se brenda këtij viti pritet të zhvillohen negociatat për mbylljen e 10 kapitujve me Bashkimin Evropian. Një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Koçiu ju përgjigj interesimit të gazetarëve lidhur me afatet e parashikuara në fazët në vijim të procesit të integrimit evropian. Sipas saj, janë gati një sër kapitujsh që po rakordohen në një proces që është shumë dinamik. Konferencë ndërqeveritare e cila theksoi dhe konfirmoi edhe një herë angazhimin dhe rrugën e pakthyeshme të Shqipërisë drejt procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Një progres i cili u konfirmua një zërazi nga të gjithë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe që na jep mundësinë tashmë të fillojmë me negociatat për mbylljen e kapitujve. E pikërisht për këtë, dy vendimet më të fundit të Këshillit Ministrave sigurojnë edhe një herë që puna e institucioneve shqiptare është e pakthyeshme, është e konsoliduar dhe institucionet shqiptare tashmë kanë arritur pjekurinë e mjaftueshme për të përshtatur dhe për të raportuar ashtu siç duhet reformat e ndërmarra dhe reformat dhe angazhimet të cilat Bashkimi Evropian, por jo vetëm, dhe gjithë partnerët ndërkombëtar kërkojnë nga Shqipëria dhe institucionet publike shqiptare. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi bëri me dije sot se në mbledhjen e qeverisë u miratuan projektet fituese nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në mbështetje të njësisë së vetëqeverisjes vendore për përballimin e fatkeqësive natyrore. Nufi u shpreh se lista e projekteve fituese për vitin 2026 është konsoliduar në shkurt të këtij viti. Fondi parashikon që deri në fund të këtij viti të jetë gjithsej 44 projekte fituese, 26 prej tyre janë projekte infrastrukturore, ndërsa 18 lidhen me blerjen e pajisjeve apo mjeteve që u nevojiten bashkive për përballimin e fatkeqësive natyrore. Nufi theksoi se vlera totale e financimit arrin në 650 milion lekë, ndërsa pjesa tjetër do financohet gjatë vitit 2027. Fondi parashikon që në vitin 2026 të jenë gjithsej fituese 44 projekte, 26 janë projekte infrastrukturore dhe 18 janë projekte për blerje pajisjesh apo mjetesh që bashkive duhen për përballimin e emergjencave dhe apo fatkeqësive natyrore. Gjithë këto projekte do të zbatohen nga njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe do të veprojnë si autoritetet kontraktore për programimin e gjitha këtyre shërbimeve për infrastrukturën apo për mjetet në varësi të njësive. Vlera totale e financimit për projektet arrin në masën 650 milion lekë, ndërsa pjesa tjetër do të financohet për gjatë vitit 2027. Me këtë vendim, ne ulim riskun nga fatkeqësitë, forcojmë sistemin e mbrojtjes dhe garantojmë mbrojtjen për gjithë qytetarët. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo, ku prezantoi programin e ri Rilindja 2.0, një paketë me 11 objektiva strategjike, synon ndërhyrjen në territor dhe zhvillim të qëndrueshëm rajonal. Pas mbledhjes së qeverisë, Demo tha se ky program do të krijojë një model të ri zhvillimi lokal, duke kombinuar identitetin kulturor, inovacionin dhe teknologjinë moderne për nevojat e komunitetit.